Linjat ajrore globale përfunduar një samit 2 ditor duke u përmbajtur një objektivi për emitime neto zero deri në vitin 2050, por nuk munguan shqetësimet në lidhje me disponueshmërinë e karburanteve më të gjelbra dhe aeroplanëve të rinj. Shoqata ndërkombëtare e transportit ajror, që përfaqëson rreth 350 linja ajrore, tha se arritja e objektivit do të kushtonte transportuesve $4.7 trilion ose $174 miliard në vit. Pavarësisht shenjave të mëparshme se disa linja ajrore po bëheshin më skeptike në lidhje me shanset e arritjes së objektivit, shoqata shmangu rihapjen e debatit mbi emetimet zero neto. Drejtuesit theksuan se industria ka vetëm një hapësirë të vogël për të përmbushur qëllimet e saj. Ata shtuan kritikën ndaj kompanive të energjisë, duke e akuzuar për shtimin e tarifave arbitrare në Europë, si dhe prodhuesit e avionëve që nuk kanë arritur të ofrojnë avion efikas në kohën e duhur. Duhet të shohim më shumë veprime nga ana të gjithë partnerëve në zinxhirin e vlerës për të siguruar që industria të mund të arrijë në vendin e duhur, tha drejtori i përgjithshëm i shoqatës së transportit ajror, Willie Walsh. Në prill, Walsh paralajmëroi se agjenda e emetimeve zero neto po dilte nga rruga e duhur, me komentet që rrezikonin të nxjisnin diskutime rreth sfidave të sigurisë, të industrisë. Por ai tha se nuk kishte pasur asnjë diskutim për ndonjë vonesë në arritjen e objektivave gjatë takimit vjetor të kësaj jave në New Delhi. Përpjekjet e industrisë për qëndrueshmëri janë përqendruar kryesisht rreth karburanteve të qëndrueshme të aviacionit me bazë bimore. Megjithatë, furnizimet aktuale mbulojnë vetëm një pjesë të nevojave të linjave ajrore për karburant. Për këtë arsye, transportuesit u kërkuan qeverive dhe firmave të energjisë të bënin më shumë për të shtyrë përpara nismën.